po sikur të kishim një lloj butoni të brendshëm, një çelës që mund të aktivizojmë sa herë që kemi nevojë për pak qetësi, për pak forcë. E po, pikërisht këtë do të ndërtojmë sot, një streh mendore krejtësisht personale, një mjet i fuqishëm që njihet si vendi i sigurt. Le të zbulojmë bashkë se si mund ta krijojmë këtë hap pas hapi. Dhe që të jemi të qartë, kjo nuk është diçka improvizuar. Teknika që do të ndjekim vjen direkt nga protokollet e Dr. Hilton Kazanxhi dhe Emi Itali. Kjo do të thotë që po bazohemi në një ekspertizë të mirëfillt për të ndërtuar këtë mjet kaq të vlefshëm. Mirë, ja cili është plani ynë i lojës. Do ta ndajmë në 5 hapa të thjeshtë. Fillimisht do kuptojmë çfarë është vendi i sigurt. Më pas, do përgatisim imazhin ton. Pastaj, do ta instalojmë me teknikën e tappingut, do ta lidhim me një simbol dhe në fund do bëjmë provën finale. Jemi gati? Le t'ja fillojmë. Pra, le t'i hyjmë thelbit. Çfarë është tamam ky vend i sigurt? Mendojeni si një xhep sekret në mendje, një kujtim ose një imazh që është 100% pozitiv. Është një vend ku mund të strehohemi mendërisht për të gjetur qetësi dhe forcë në çast, një oazë personal që e kemi me vete kudo, pa lëvizur fare nga vendi. Gjithçka nis me një gërmim të vogël në arkivin ton personal të kujtimeve. Bëhet fjalë për të gjetur atë momentin special, një ngjarje, një vend, një çast që na sjell atë ndjesinë e pastër të qetësisë, të forcës, të sigurisë. Ky kujtim unik do të jetë themeli i gjithçkaje që do të ndërtojmë më pas. Në rregull, e gjetëm kujtimin fantastike, por tani vjen pjesa, le të theni, artistike. Duhet ta bëjmë këtë imazh sa më të gjallë, sa më të prekshëm. Ky hap është absolutisht vendimtar, sepse sa më i qartë jetë imazhi në mendje, aq më i fuqishëm do të jetë edhe efekti i tij. Dhe ja receta me 4 përbërës të thjeshtë. E para, imazhi. Krijojmë një fotografi mendore të palëvizshme të atij momenti. E dyta, fjala kyçe. Gjejmë një fjalë të vetme që e përmbledh ndjesinë. E treta, emocioni. I vëmë një emër të saktë, si për shembull relaks. Dhe e katërta, termometri. Matim sa e fortë është kjo ndjesi pozitive, në një shkallë nga 0 deri në 100. Kjo fjala kyçe, kjo nuk është thjesht një fjalë, është si një fjalë kalim, një shkurtore për trurin. Një frazë si jam i fortë, jam i sigurt, funksionon si një komandë e menjëhershme. Sa më shumë e përsërisim, aq më e fortë bëhet lidhja mes asaj fjale dhe ndjesisë pozitive që duam të arrijmë. Dhe tani vjen pjesa më kreative. Këtu jemi ne regjisorët. Kemi telekomandën në dorë për këtë imazh. Mund t'i bëjmë ngjyrat më të ndezura, mund ta afrojmë ose ta largojmë imazhin, mund t'i ndryshojmë formën, mund të luajmë me të derisa të ndihet absolutisht perfekt. Mirë, e kemi përgatitur skenën, kemi imazhin perfekt, tani është koha për aksion. Kalojmë tek instalimi. Do ta ngulidhim këtë resurs pozitiv thellë në sistemin ton nervor duke përdorur tappingun. Kjo është teknika që ndërton urën mes mendjes dhe trupit, duke bërë këtë ndjesi pozitive një reagim gati automatik. Hapi i parë këtu është fare i thjeshtë. Përpara se të bëjmë gjë tjetër, thjesht risjellim në mendje atë imazhin ton pozitiv. Le ta shohim qartë, të ndjejmë emocionin, të kujtojmë fjalën kyçe, le ta lëmë të pushtojë të gjithë ekranin ton mendor. Dhe ja si funksionon. Mbyllim syt, fillojmë me goditje të lehta, ritmike, një herë në gjurin e majt, një herë në të djathin, për rreth 30 sekonda. Kjo lëvizje e dyanshme ndihmon dy anët e trurit të komunikojnë, duke cimentuar këtë përvojë pozitive. Dhe sekreti është këtu. Ky proces duhet përsëritur 6 ose 7 herë. Është pikërisht kjo përsëritje që krijon autostradën nervore. Okej, e kemi instaluar programin, por tani na duhet një ikonë desktop, një shkurtore për të hapur sa herë të duam, pa mundim. Ky është ankorimi simbolik. Ideja është të krijojmë një çelës, një çelës fizik për vendin ton të sigurt. Po çfarë objekti mund të jetë? Këtu nuk ka rregulla. Mund të jetë absolutisht çdo gjë që ka një kuptim personal e pozitiv. Një unaz, një varse, një byzylyk, madje edhe një gur i vogël që e gjejmë në plazh. Çelësi është që ai send të ketë kuptim për personin që e zgjedh. Kjo e bën ankorën kaq të fuqishme. Procesi për ta programuar këtë çelës është shumë i ngjashëm. Risjellim në mendje atë kujtimin ton të mrekullueshëm. Mbyllim syt dhe thjesht e mbajmë në dorë objektin ton simbolik.
I gjithë fokusi shkon tek ndjesia pozitive dhe tek kontakti fizik me objektin. Dhe e mbajmë derisa të ndjehet sikur gjithë ajo energji e mirë e kujtimit po derdhet nga mendja tek dora dhe po mbush atë objekt. Qëllimi është që truri të krijojë një lidhje të pagabueshme. Sa herë prek këtë objekt, ndjek të qetësi. Mirë, kemi punuar, kemi ndërtuar, kemi programuar. Dhe tani vjen momenti I së vërtetës, prova e zjarit. Le të shohim nëse gjithë ky instalim ka qenë I suksesshëm. Pyetja që të gjithë bëjmë në këtë pikë është: a ja vleti? A funksionon vërtet e gjithë kjo? A e kemi tani këtë mjet gati për ta përdorur kur të na duhet vërtet? Testi është fare I thjesht, por shumë elegant. Mjafton të mendojmë për diçka, le të themi, pak bezdise. Jo një traumë të madhe, thjesht një shqetësim të vogël. Dhe ndërkohë, vëzhgojmë me kujdes se çfarë ndodh brenda nesh. A aktivizohet automatikisht vendi I sigurt për të balancuar atë ndjesi? Nëse po, atëherë urime, instalimi ka funksionuar. Pra, le të bëjmë një përmjedhje të shpejtë të asaj çfarë u arrit. U pa se si krijohet një vend I sigurt nga hiçi, si instalohet ky resurs thellë në sistemin nervor me tapping, si krijohet një çelës fizik për ta pasur gjithmonë me vete, dhe si testohet nëse e gjithë kjo funksionon. Një set I plot mjetesh për menaxhimin e botës së brendshme. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për reflektim. Tani që ky çelës ekziston, tani që është në duart e kujdo që e ka krijuar, çfarë dyesh të paeksploruara më parë mund të hap ai brenda nesh? Cilat potencialet e reja bëhen të mundshme